La Sapienza nderon Ilaria Sulën. Salla e universitetit më të madh në Rom merr emrin e studentes shqiptare. Ilaria Sula mbeti e vrarë nga ish i dashuri i saj, Mark Samson, i cili e goditi 3 herë me thik në shtëpinë e tij. Kjo pasi 22 vjeçaria shqiptare i kërkoi të jepte fund marrëdhënies së tyre. Universiteti më i madh në Rom, La Sapienza, në të cilin Ilaria studionte për shkenca statistikore, ka zgjedhur të nderoj studenten shqiptare e cila mbeti viktimë e femicidit në Itali. Në një ceremoni të mbajtur në ambientet e universitetit u vendos që një prej sallave të La Sapienzës të mbante emrin e Ilaria Sulës. Hapësirat e reja të studimit brenda godinës së teatrit të ri universitar janë kushtuar Ilaria Sulës. Me rastin e 722 vjetorit themelimit të Studium Urbis, sot janë inauguruar 3 hapësira të reja, megjithëse 260 vende të reja studimi për komunitetin studentor. Biblioteka e re e bashkangjitur e jurisprudencës Salla Montezori në godinën e mineralologjisë dhe hapësirat e studimit Ilaria Sula, në të cilat një pllak përkujtimore kujton Ilarian, studente Sapienzas, për të mos haruar të gjitha gratë viktima të femicidit, të cilave ju është ndërprer mundësia për të shkruar të ardhmen e tyre, shkruaj në postimin e universitetit. Pjesë e kësaj ceremonie ishin edhe prindrit dhe vlla Ilarias, të cilët prej ditësh vajton humbjen e vajzës së tyre. Ilaria u vra në 26 mars nga ish i dashur i saj, Mark Samson, i cili pasi e goditi 3 herë me thik trupin e saj, e futi më pas në një valixhe dhe e hodhi në një zonë pyjore jashtë Romës. Prej disa ditësh ajo rezultonte humbur deri në momentin kur Mark Samson, me origjinë nga Filipinet, vendosi të tregojë të vërtetën në polici.